Në fshatin Selit, kultivimi i kungullit të gjellës është kthyer në një biznes familjar që trashëgohet brez pas brezi. Familja e Haxhisade është një nga familjet që prej vitesh merret me mbjelljen dhe kultivimin e kungullit të gjellës në sera, duke kthyer këtë aktivitet në burim kryesor të ardhurave. Puna në sera kërkon përkushtim dhe angazhim të përditshëm, por fal përvojës dhe punës familjare, prodhimi është cilësor dhe i kërkuar në tregjet lokale. Ky biznes familjar jo vetëm që siguron jetesën e familjes së Haxhisades, por kontribon edhe në zhvillimin e bujqësisë dhe ekonomisë të fshatit Selit. Të nderuar teleshikues, sot ne kemi ardhur në zonën e Sulovës, pasi këtu mbillen shumë sera, pra ka mjaft sera në të gjithë fshatrat e zonës së Sulovës. Konkretisht jemi në fshatin Selit dhe tek fermeri Haxhisade, i cili e ka mbjell me kungull. Përshëndetje. Përshëndetje. Si jeni, si e kalon me kalon, a je mirë. Pas këtë një serë shumë mirë. Kemi serën të mirë, po s'para basa është të dimër, është Pa top. ke prodhim më të pakët. Marim na 5 dylym që ka mund këtu, marr 2 kujtale gjysmë, qametit deri 3 kujtale. Të serë se nga biseda thatë që e keni marrë me qira. Me qira, e ka marrë me qira. Se për kalamajnë nuk kam tokun, 2 dylym me gjithë gruat që kam, kam dhe i serë, 2 dylymat e matazën i kam lakra, sera i kam dhe. I ke lakra. Përveç këtyre, lakrës, ke ullin, qa ke? Kam i qirë ronjë ullin, edhe gjotë tjatër nuk kam. Këto ke? Këto kam. Sa ke vjellë deri tani? Deri tani unë kam vjellë 4 herë. 4 herë, sa kujtal ke bërë me? Qameti, kam bërë qameti deri 10 kujtal. Gjësej? Gjësej tora, se nuk e... Në bje 3 kujtal dylymi që ke vjellë deri tani, Po, deri tani. Sa parashikon që mund? Unë mund të marrë këtu për dylym, mund të marrë qameti deri 50 kujtal. 50? Deri në fund sezonit. Deri në fund sezonit. Deri në 3 muj qameti, po i me që po mani që këftot do shtyrë dhe 2 muj të tjara ai dhe pastaj do të shkullë. Na funi janarit do të shkullë. Pra nga funi janarit, e shkullë dhe e mjellë me ne i kultur tjetër? Dhe do të mjellë domat. Dhe mjellë domat. Sa vjetë që ke marrë serën? Serën që ka marrë me qera, ja viti 2 të kështë vjetë. Viti 2? Po vjetë, pjës dole vjetë? Vjetë dole qik më mirë. Më mirë, edhe për prodhim? Dhe për prodhim, dhe qmimi ashu që, me copa që. Si vjetë për shumë në të moment, sa është qmimi këti? Në këtë moment qmimi është qameti 800-900 lek. 800 lek. Mirë është? Jo, mirë është, po s'ka prodhime, nuk je prodhim. Ku e qoni ju dhe më prodhimin? Prodhimin e qojmë neve në treg të venit dhe në treg të jashtëm. Në treg të venit e qojmë në lushnje, në treg e qoni vetë ju me mjetët tuja? Vetë e qojmë me... Për tregtarët e mëdhe, ha? Po, ati e qojmë. E qojmë me Po fukon. treg brendshëm, ku? Treg brendshëm ka njerëz që marrin telefon dhe merr ai dhe e çon për ka ata klientit e tij që vinë ja marrin. Po, që përdorin për tjetër. Shoh që pas e kungull të bardh. Pse jo dhe na i ziu? Ai ziu është me kontratë ai. Ja parasysh ka një çmim të arsyeshëm ai. Ja bojnë çmimin ata 700 lekë qameti dhe na fillimi deri në fund. Po mirë, nuk t'i intereson kjo? Mua nuk më intereson se a kontrata ta marrë vesh se kurse ky lëviz ky çmimi, se po që me kontrat dhe të vjen kungulli 1000-1200 lekë. Ai ta merr 700. Ai 700 ka, se ngremohi. Pra ti ke bëjnë llogari që mafi tim ke kështu me lëvizjet e çmimeve. Po, me lëvizje. Se sa me çmim tavani, thonë. 700 lekë. 700 lekë. Se po ta vite 1000 lekë ai. Jo, po aq më mirë ishte. Aq më mirë ishte. Këto kur do i vjelsh këtë mallsinë? Këte do ta vjel unë mas 3 ditësh. Mas 3 ditësh, mas 3 ditësh do ta vjel. Ja qilo është bërë për të vjel. Ja qilo bërë për të vjel. Ja do vjelet ky soj këtu. Po? Ja, nesër e kam radhën për të vjel këtu. Nesër do vjelësh. Ky lloj këtu besoj. Ja, ky. Ai tjetër. Ky se këtë do ta lëm për herës tjetër këtë. Herës tjetër. Po. Sa ditë do që nga lulja, për shembull ky, sa ditë do që të vinë në nivelin e këtij? Pra ky i vogël. Sa ditë do të bëhet si ky?
Shiko, do vilet ky për 4 Po, e ditë. qartë, e qartë. Për se ka 4 ditë që ju për 4. 4 ditë, do dhe ky do 4 ditë. Dhe ky mas 4 ditë do kputet prap dhe ky do 4 ditë tjera. Edhe ky do 4 ditë. 4-5 ditë. Do të thonë ky do më tepër 5 ditë. Po, ajo është. Pra 5-6 ditë do nga periudha. Duke lërur bimën, duke shku ushqimi aty. Duke shkurit se se do kputur ky se pos kputa këtë nuk rritet ky. Nuk rritet. Një nga arsyet është këtu. Që shikojmë ke fermerja Xhi, që kemi një fermer të përparuar, punon me gjithë familjen, sakrifikon për jetën e për problemet e veta, por këtu ne shohim një tmet kryesore që nuk ka zhvillim. Sepse kjo lloj toke, që ka mbjellë këtë kungullin, është domosdoshme të përdorin 2 markush, njërën në një krah, njërën në një krah. Dhe të zvendosur gati 15-20 cm larg kungullit, në mënyrë që rrënjët të zhvillohen sa më shumë. Sepse plera ti hedh ti hedh vërtet plera, por plera nuk i përpunon dot pa ujë. Duhet ujë. Nuk e furnizon një markush thuti? Nuk e furnizon dot një markush, se është lloj tokës që ikën poshtë ujë. Nuk depërton, nuk hapet. Nuk hapet, është tokë me kokriza, spilla. Nuk është e rasitur. Nuk tokë piraniste. Nuk është e njeshur, nuk është e njeshur. Përdorin 2 markush. Një në një krah, një në një krah. Në mënyrë të zhvillohet bime dhe të përpunohet mirë ushqimi. To kanë të gjëra. Kushtet tjera ty ka mirë. Duhet përdorësh patjetër plera me potas. Një nga kryesor që është të përdorësh unika kaldi. Ose nitrat potasi plus kalcium. Ose nitrat potasi plus kalcium. Këto 2 elementë janë kryesore për kungullin, për të zhvilluar sa më shpejt. Ja, atje paske një që më gjanë se ka kaluar. Ka kaluar e se nuk është harrure, se është kputur. E kuptaj, ja, marrin të atje? Atje e marrin. E marrin, e? Po. është harrure. Edhe ata atje ka një standard, Po. Një farterezie ka më Farterezie, që po kalohë për shumë, po t'jenë gjithë shumë, ti mend po t'jenë gjithë Po shumë. t'jenë me vështërsi, se jo ajso është gjohiq, po para i viti që mollë 2 vjetë që mollën e matanu, a ishte u bëm mukaq. Se kemi edhe ke shpia në bonë edhe. Eci. Dhe 18 deri pastaj nuk e mori se zona shumë edhe zona piqen ata, e ka parasysh i tu. Forcohet. Bonë edhe dhe gjella, nuk shkrinë në djellë. Po sa ky. Që ti se me çaj gatujna ne ata jashtë, se këtu të ne nuk i ha njëri aq ata. Vetëm për gjellë përdor, se kështu nuk ha. Sa bim ke gjithsej këtu? Sa janë? 6.000 bim. 6.000 bim. 3 dylym, 6.000 bim. Tu ke këtë njësën e qëtë, Po. për ka bardhë. Se si ka fështjela jo? Po. To shqitë në farmaci? Ati e të agronomi marrim. Po. Po 11.000 lekë atë copa ja ajo. Sa është? 11.000 lekë. Sa keni Se marrë? si që di. Ka vonë një atje, ka vonë një atje, po i ka vonë një qikë të ralla se kushtojnë shumë ato. Po, 11.000. Ja 11.000 lekë as gjysmë metri sot. 3. E një atje në kryet 4. Një pas ka 2 5. Po. E bëjmë shtjellën mis ato. I shtjellën jashtë si ka shtjell ato. Po, ke tomatet përdoret? Ky është ka. Përdore, të domatja vështjellë më shumë atë. Ka shirita kështu gjata për domatët. E rrethose rrethë për qartë. Në këtë kohë nuk ka shumë, po. Ka. Ka shaqir, ka, se kur e përdrath unë ka, në ngjethet. E po të ta pasroj që ke funë. Tu jemi me zotin Shaqir Broshka, i cili është farmacist bujësor, agronom, me fjalë, dhe mulon gjithë e zonën e Sulovës. Ka shumë sera Sulova, afërse sa mund të ketë gjithë zona Sulovës, të gjithë të fshatra, nga luma se qyrkan, Rreth 80 hektarë. rreth 80 hektarë 80 sera. hektarë sera. Po kryesisht, kush ma peshën më të madhe nga kulturat bujësore që Dhe këto vjetë e fundi speci. speci? Speci ecën mirë, edhe me çmim, Po? shumë mirë, dhe prodhon shumë zona. Edhe kungulloj, sigurisht.
domate. Dhe domate kemi. Në përgjithësi? Po? Në përgjithësi punohet. Punohet jashtë mesit. Përderisa ka të edhe ka sera do të thotë... Punohen. Fermer mundohet me sakrifica. Serë që mund marrë një punëtor. Sigurisht ka edhe probleme të ndryshme që ndodhë sidomos këto shitjet. Ka shumë problem se duhet të organizohen patjetër në shoqata. Jo që shitni, tregtoni plena kimike. Po. Po dhe pesticide. Bani në i provë, për shumë ke fermeri që urdho këtë lloj plehu, përdore me i rjesht të mbjem mu rezultatin ose e shef dhe në terren. Po, dhe Keni bon të tilla? Dhe sot i thash të fermeri që për sasinë e ujit që nuk ngopet kjo, ka shumë volum të gjelbër, detyrimisht kërkon edhe shumë ujë. Pra do ta provoj. Po. Edhe për plerat. Për shembull, vinë shumë lloj plerash. Po. Në etiketën e plehut ka plera me azot shumë, ka me fosfor shumë, me azot pak pra ka të ndryshëm. Një tokë do, një se do. Po, faktikisht duhen analizat për përcaktuar llojin e plehut. Por ama, për shembull ju që i çoni këto plerat, mund bëni për shembull në përsera të ndryshme. I herë këtë plerë, i herë këtë marrë shënim dhe merr rezultate me qëllim që t'jesh në përgjigje të fermerit. Të shi unë përveç që jam agronom që merre me këto, jam dhe një fermer vetë. Dhe i prodhoj në pjesën time. I provon. Në tokën time. I provoj gjithë plerat dhe pastaj jap. I provoj. Sepse fermeri nuk e di se kush plehe. Jo. Duhet. Për kungullin, për rrushin, për ullinin. Po pra, mi po vinë shumë lloje. Se po ka fermer këtu që ka 20 vjet serat. Kurse ai, unë do vetaj se unë s'di. Unë nuk di që të jetë to, kurse jam fermeri i ri. Kurse ai fermeri që ka 20 vjet, vetet e agronomi thot, na bjerë këte, se këte dua. Jo do këte, thot e agronomi, re. A bo prova. Jo për vetë agronomi, për cakti. Kurse neve që jemi kështu sefte, neve nuk marrim vesh ne. 2 vjet kam që kultivoj këtë, apo jo? Po. Edhe kur të heqësh këtë, do mbjellësh domate. Mas domateve natyrisht do gjesh o kunguj, o një gjatë tjetër. Specia, o kastraveca. O kastraveca. Si tjetë të heqja tregut, apo jo? Dani Terezia. Kene në men që ta shtot që ti me qera ke marrë këte, po, a kene në men për ta shtuar këtë sipërfaqe? Unë e qefin e kam, po si mas atë ardhërave dhe mund të ta shtojmë ja dy dylim tjara. Si mas të ardhërë. Ke 3 dylim. Po. 3 punëtorë. Po. Do të thënë, një dylim do i punëtorë. Do se s'bon. Edhe në kohë të kooperativës, kërë një domate, do më i jepshin një dylim gravet. Po. Se kërësisht do punojnë në sena. Një dylim për ta përballuar. Do më thënë, po mo dhe 5 dylim, do të bjeri barra që të shtosh vetë fuqin tate, ose të marrësh në i punëtorë. Ose të marrë, me punëtor, po që ishë me punëtor, pa. Me qëllim që të bëtë. Të 2 vjetë besoj që ke fitu i farë përvoje. Po, apo jo? Se për shembull, po themi, ato dyja janë bimë dopta, apo jo? Atëre, ato do po si sa shaqiri që do i vadisësh më tepër, po do jash i lloj plehu për ta provu që unë po i përdor këtë plehun, ta shohim do në shojnë gjyrën kjo, apo jo? Se kështu bëhet fermeri specialist vetë, duke bo prova. Për të punë, ose me pleh organik, me lëngë plehu, ose me në gjë që mund t'japi efektin për të punë. Se nuk janë bo ata që kanë 20 vjet, kanë boj 20 vjet prova. Ai është bërë vetë agronom, na provoje punës. E ka provuar. Na provoje punës pa. E ka provuar shefa, kjo që ka bime dobët, po pse është dobët e? Pra njeriu duhet të jetë kurioz për veten e vet. Edhe bëhet specialist dhe agronom për veten. Në qoftë sa kurreshtar, po kjo që ka rrit mirë më. Kurse kjo nuk që ka rrit mirë. Atë çka ka, do vrasë mene. E do marri tra i luk kafe, apo i luk buke. Do t'ja shtojnë një qik më shumë. Po, me qëllim që të heci, në më problemi. Ja, pasë për zildi, pasë. Pasë. Po të bësh 50 puntal, po t'jetë këlloj qmini, po me 700, nuk o keq. Ase verë, kjo. Ja, për këtë soj, po agronome, po qa ka kjo lloj bime që bëhet që e verdhë? O, është virus, thote.
Po themi, se pa bo analiza nuk mund ta përcaktosh. Se qa, është mund tjetë virus. Por ti i hes pak plehet tjetër këti, ja he këto gjethet, 2 gjethet e verdha, edhe shef që këto do dalin po të verdha, apo jo? Ashtu do ecin. Mi pra, po ecin është një virus. Ashtu, jo, ashtu ecin. Do analiza. E disa rënë që na kusoj këtu. Këtu, në këtë përcell që molla une, një qet në fund dhe një qet në kryet. A i me o bar pasoj... Boj pjesë normal. Jo, ka 20% shture. Të nderuar teleshikues, siç ndodhet, ne sot ishim në fshatin Selit, të zonës Sulovës, dhe konkretisht ke sera e zotit Haxhi Sade, i cili ka mbjell 3 dylëm nga këtu, ka dhe i dylëm. 2 dylëm lakër. 2 dylëm lakra. Lakër ruse. Lakër ruse, domethënë që përdoret e për e blejnë për treg të jashtëm. Edhe e përballon të punë me familjen vet, me bashkëshortët dhe me djalin. Domethënë 3 dylëm, dhe ata dylëm 5. Dhe ne si televizion e falenderojmë për punën që bën dhe sakrificën që ai bën këtu. Juve faleminderit shumë, falenderoj televizionin e Belshit. Të nderuar teleshikues, ky ishte dhe emisioni sot, siç na ndoqët juve, në fshatin Selit, tek ferma e zotit Haxhi Sade. Faleminderit për vëmendjen, miru takoshim në emisionin e ardhshëm.